përse të rinj po preken më shpejt dhe më së shumti nga goditja në tru. Dhe një nga më kryesorët është dietat e varfra dhe konsumimi i mbeturinave ushqimore që në pjesën më të madhe të ditës që ne konsumojmë kemi bërë që të krijojmë deficiencë të lartë të mineraleve, vitaminave, antioksidanëve dhe fibra në trupin tonë. Në vitin 2023, Organizata Botërore e Goditjeve në tru raportoi se deri 2 dekada më pas, numri i njerëzve që do vdesin nga goditja në tru pritet të shtohet me 50% dhe sidomos poshtë moshës 50 vjeçare. Aktualisht ne kemi rreth 5 milion njerëz të cilët vdesin çdo vit nga goditja në tru. Goditja në tru ndodh kur furnizimi me gjak në një pjesë të trurit bllokohet, ose nga një mpiksi, pra nga goditje ishemike që quhet, ose nga një plasje e arterive që quhet goditje hemoragjike. Një mpiksi gjithashtu mund të jetë edhe përkohshme, pra mund shkaktojë një lloj goditje të quajtur edhe sulm ishemik kalimtar, pra ato paralizat faciale. Një nga lojtarët kryesor dhe një nga faktorët kryesor në debatin të dietës që është kryesorja, është një element të cilin sot ndërgjegjësimi publik është shumë i ulët. Ndoshta edhe i shkencës, ndoshta edhe i mjekëve. Askush nuk flet për një nga shkaktarët kryesor të goditjes në tru tek të rinjt, e cila quhet homocistein. Pra është homocisteina një nga shkaktarët kryesor. Homocisteina është një aminoacid që përmbas qufur që trupi të prodhojë gjatë një procesi të quajtur metilim. Homocisteina dëmton të gjitha strukturat vaskulare dhe është një nga elementet kryesor të cilët mund të godasi zemrën, infarktet apo dhe goditjen tru. Truri është shumë i ndjeshëm nga ndjesisë ose ngritjes të homocisteinës në trup. Në gazetën Stroke të botuar në vitin 2015 u pa një studim në 4.000 pacientë që ishin shtruar nga goditjet e ishemive akute në spital, u monitoruan për rreth 4 vite dhe studimi u pa që të gjithë ata që kishin nivelin lart të homocisteinës kishin mundësi të vdisin më shpejt, kishin kaluar edhe vdekin gjatë tyre 4 vjeteve, po ashtu në një studim tek Cures, është një gazet në 2019 në shtator, pacientët spitalor të moshës 35 vjeçare u zbuluan se gjysmë e tyre e kishin homocisteinën jashtëzakonisht lartë. Dhe sipas studiosëve te ky grup, ata kishin lidhje të forta me goditjet ishemike që ndodhen më pas, dhe kjo ishte vërejtur te të gjitha pacientët në moshën 35 vjeçare. Tani kush e ri të homocisteinën dhe si mund ta mbajmë ne në ekuilibër ose si mund ta paksojmë, se kjo është edhe thelbi i dytë, përveç arsyes së parë që është kryesore. Atëherë, duhet dim që homocisteina thamë është aminoacid. Dhe aminoacidet janë kimikate në gjakun tonë që ndihmojnë krijimin e proteinave. Dhe është vitamina B12, vitamina B6 dhe vitamina B9, dhe jo vetëm këto, të cilat e shpërbëjnë homocisteinën. Në qoftë se këto janë në sasi të ulta nuk e shpërbëjnë dhe ajo rritet. Dhe ato e shpërbëjnë për të gjeneruar kimikate të tjera që i nevojiten trupit parë. Një nga arsyet e tjera është dhe hipertiroizmi, që mund të rritet homocisteina, apo dëmtimi i sistemit endokrin, i cili dëmtohet edhe nga metalet të rënda, nga pesticidet dhe nga ushqimi. Një nga arsyet e tjera janë problemet e dëmtimit të veshkave. Kur ndërvepron me këtë vitamin, pra me vitaminat B që unë thash, homocisteina ndahet në 2 substanca, në metionin dhe në cistein. Faktikisht metionina është një aminoacid shumë thelbësor, që bën sintezimin dhe krijimin e proteinave, ndërsa cisteina është një jo aminoacid thelbësor, por shumë i rëndësishëm sidomos për problemet e mërqisë. Kush e ul homocisteinën? Homocisteinën thamë që ul vitamina B12, B6, B9, po midis tjerave ul çaji i jeshil, ushqimet me probiotik, ushqimet me nivele të lartë fibrash, pra tek perimet dhe frutat, kryesisht e frutat, antioksidantët dhe bioestrogenet, që duhen konsumuar për shembull luleshtrydhet, boronicat, frutat e pyllit, hudhra, qepa e kuqe kryesisht, avokato, kivi, kajsia, pjeshka, piepri, qershia, fiku, algat e detit janë jashtëzakonisht mira për uljen e homocisteinës dhe për ta mbajtur të stabilizuar. Dhe po ashtu nga erëzat, kanella mban vendin e parë për uljen e homocisteinës, rigoni, mandanozi, selinoja, trumza, shafrani, xhinxheri, vaji, ulliri dhe arore. Vitamina B6 ne mund ta gjejmë te portokalli, te agrumet, në përgjithësi te piepri, te arat, te peshku, te mishi, te gjalpi i fshatit, tek algat, tek banania, tek papaja, që mund ta gjejmë, ose të vitaminën B9, mund ta gjejmë tek mëlçi e viçit, tek mëlçi e qingjit, te perimet me gjethe jeshile, te spinaqi, brokoli,
tek leguminozet, fasulet, bizelet, tjerzat, të avokatuat e veza, dhe vitaminën B12 ne e dim shumë mirë që gjendet tek produktet që janë shtazore. Tani është vlerësuar që një person që kalon moshën 60 vjeçare ka rreth 15-20% më pak të vitaminës B12. Prandaj dhe rritet mundësia për goditje në tru tek këta persona. Atëre këta persona dhe në këtë moshë patjetër duhet ta shtojnë këto vitamina në formën jo të suplementeve, formën e ushqimit, pra ta marrin nga ushqimi. Megjithatë, në rast se ata nuk e marrin nga ushqimi, mund të përdorin për një kohë të caktuar për të eliminuar të gjithë mundësinë për të goditur edhe nga sëmundjet koronare apo nga goditje në zemër apo edhe në goditjet në tru. Jeni të kujdesshëm tek ushqimi që zgjidhni dhe mbajini mend, goditja në tru një nga arsyet kryesore është homocisteina. Shikojini dhe kontrollojeni këtë dhe pastaj mund të merrni masa për të parandaluar. Ju falenderoj.